Fëmi! Hej, haja e pak tu, hej. A mund të atim se po zini me një tjetrin? Haja e pak tu. Ura, papi, ne përlojnë dhe këto të futën. A i mresht të të luaj, po na përshë dhe lojnë o qatë. Dhe që dhe që suam kluaj me të. Fëmi, ju do të kuptojnë se gjithë kanë drejt për luajtë. Dhe asnjëri për jush nuk duhet një jetë një njatë. Ta që tjepë ju një shok e shoq, apo jo? Edhe duhet ta pranoj një tjetrin kështu siç është. Nuk e di, po sa për ju e din që të tjerë në shpashka? Edhe unë e di qaci, papi. Bravo, po kjo nuk është thjesht një festë, po është më shumë se kaq. Edhe unë për këtë do të tregoj dhe arsye. Perëndia krijoi njerëzit e parë Adamin dhe Evën, sipas luturës së tij. Perëndia i donte shumë ata. Bisedonte çdo ditë me ta në kopshtin e Edenit. Por njeriu vendosi të mos i bindej më Perëndis dhe mëkatoi. Për shkak të mëkatit, Adami dhe Eva u larguan nga kopshti i Edenit dhe nga prezenca e Perëndis. Por kjo gjë nuk e largoi dashurinë që Perëndia kishte për ne. Dhe pikërisht, për shkak të kësaj dashurie, kaq të madhe, Perëndia dërgoi në tokë birin e tij Jezus Krishtin. Jezusi erdhi në tokë për të dëshmuar se Perëndia nuk na kishte harruar, as nuk ishte e mërzitur me ne, por ai na donte me të njëjtën dashuri si në fillim. Ai u foli njerëzve për këtë gjë. U lut për njerëzit e dëshpëruar, bëri mrekulli të shumta, shëroi të sëmurë, inkurajoi shumë të tjerë dhe ndezi në zemrat e të gjithë shpresën dhe besimin. Dhe për të përmbushur gjithçka, Jezus Krishti dha veten e tij për të gjithë ne. Ai u kryqëzuar në kryq duke marrë mbi vete mëkatin e gjithë botës dhe u ringjall ditën e tretë duke sjellë tek njerëzit shpëtimin. Ai nuk erdhi vetëm për disa apo për një grup njerëzish, por për të gjithë ne. Të gjithë ne pa përjashtim pra jemi të pranuar dhe të dashur nga Perëndia. Prandaj, ju nuk duhet të krijoni ndarje, po ta doni një tjetrin me një dashuri që Krishti na donon. A e kuptuat? Mirë, atëherë si mendoni që të bëjmë edhe një lojë tjetër së bashku dhe unë t'jepim? O burra sot! Si ti zemër? Si ke qenë? Ke bërë të gjyra? Po. Mish. U lodhe? Po lodha pa. Po më bëjnë kafë në si që nga tonë të Po, lodhe. në tani.
ëndra. Faleminderit. Zemër, ti e di që nesër është Pashka, apo jo? Po e di zemër. Si thua nga do ta festojnë? Nga menduar ta festojmë gjithë së bashku. Madje të ftojmë edhe dikë tjetër. Të ftojmë dikë tjetër? Po këtë të ftojmë? Kam dërmën të ftoj Marianin dhe familjen e tij. Kur kemi qenë vegjël, kemi qenë në një shkollë. Dhe nuk është se kam pas shumë obet. Tashmë që ata kanë ardhur këtu i kemi dhe komshi. Besoj që do ishte mirë të ftonim ata. Aq më shumë edhe fëmijët të njihen me njëri tjetrin. Plus që ata kanë shumë nevojë që të ndihen ngrohtë. Si mendon? Në fakt, kjo është një ide shumë e mirë. Sot njerëzit kanë nevojë për ngrohtësi dhe inkurajim. Dhe ne duhet jemi pranë tyre që ata të kenë mbështetjen tonë. Dakor, vetëm se ti duhet më ndihmosh me darkën. Të shojmë edhe një kohë siç po bëni pazarin edhe të ftoj Dalian, si mendon? Okej, në rregull. Shojmë. Mami, doli bati? Po zemër, doli. Shkoj për të bërë pazar për të dielën. Se, çka ka të dielën? Ua, të dielën jam Pashkut më mami. Sa qef. Nesër do të festojmë. Mami, ta marrë pak telefonin që do telefonoj te Zanu. Unë do ta ftoj atë për nesër. Ma di kam për t'i gatuar vetë, me duart e mia. Më bëj qefi zemër që ti do të gatuash vetë. Por nesër ne kemi një të ftuar tjetër special. Mami, e kushta që nga ty tjetri me i veçanë se Zana? Nesër, unë dhe babi kemi menduar që të ftojmë për Pashkë Xhaxhi Arianin dhe familjen e tij. Xhaxhi Arianin dhe familjen e tij në shtëpinë tonë? Edhe Gjoj? Po. Mami, e kushta që nga Gjoj që nga krahasoj me te Zana? Zemër, hajde unë pak këtu me mua. Një ditë, kur Jezusi predikonte në mes të turmës, mësuesi i ligjit ju afrua dhe i tha: "Kush është i afër mi?" Dhe Jezusi u përgjigj: "Një njeri erdhi në Jeruzalem, dhe ndërsa ecte disa kusari dolën përpara. Ata e rrahën, i grisën rrobat, e vodhën dhe e lanë në mes të rrugës. Një prift kaloi pranë tij, e pa dhe ndroi rrugën. Po kështu bëri edhe një levit, por një samaritan që po udhëtonte në atë anë, e pa dhe ndaloi. Ai e mjekoi, ja lidhi plagët, pastaj e hipi në kafshën e vet dhe e çoi në një han ku kujdes për të. Madje kur u largua nga hani, e porositi dhe e pagoi hanxhiun që të kujdesej akoma për atë njeri." Kështu zemër, fjala e Perëndis na mëson që të afërmit tan nuk janë vetëm motrat dhe vëllezrit, por çdo njeri për të cilin ne kujdesemi dhe lutemi. Ma, por ne që ne i sjell shumë keq me Gjojnë. Po pse? Një di kur po luan në barun, në shoqëri.